Po të kisha pushtet. Të rrisja pensionet e pensionistëve edhe të luftoja për të punësuar njerëzit që janë të papunë. Këto dyja ishin kryesore. Më kryesore? Po. Nuk bëhet asgjë tani. Pse? Mos bëhet se s'kemi asgjë ndonjë si popull. Supozojmë se do kishte. Nuk bëhet, hiqe mendjen. Kishim qef se ndryshonte, siç është gjithë Europa. Por ata kishim qef na. Përse kështu, s'kemi besim. Nëse do kishit pushtetin dorë, çfarë do ndryshonit më parë për vendin tuaj? Cila do ishte ajo gjë që do ndryshonit? Hape puna se gjë tjetër. Punën popull, kaj buk. Po të kisha pushtet, sidomos do ndryshoja për punë e krimi, se po vriten shumë njerëz me të drejt pa të drejt. Për punë e këtyre bllalliqeve, jo, lënde, jo, to, femra, jo, shumë gjëra. Nuk po them se do shliroja botën, po deri diku mund të bëja. Se tani, ose mos them që do isha kthyer si Enver Hoxha. Vrave, shkodhe ti atje, tek ai që çove. Për shembull, më falë, siç i kishte traditat Enveri. Po Enveri me sa po kuptoj, i ka lënë pak si me pasojë njerëzit në kokë. Janë si ata qënë të tërbuar, shpëtojnë as zinxhiri edhe nuk dinë se si marrin. Mendoj mos ndoshta ai ka bërë efekt për negativ popullit shqiptar, se s'ka mundësi. Pse me Enveri kanë qenë të dashur, të mbledhur, të komunikueshëm, të afrueshëm, shikonin njëri tjetrin, shikonin hallet e tyre. Tani shaj qeni, hap ato kasollet e qenve, po shpëtoj qenin as zinxhiri, futja vrap. Po pra futja vrapi se s'di këmera i pastaj. Që të ndryshojnë, këtu do ndryshojnë gjitha nga aja dhe... Kë do merrnit parën të ndryshonit, më kryesorja? Parën do rregulloje pensionet e pensionistëve. Të dytën punësimi i gjithëve, rrogat, mirëqenien e popullit, mas neja, po rregullove mirëqenien e popullit, mas te bëj rrugë, e bëj autostrada, e bëj qatë dush mas te. Domethënë nuk do e hapni të thesin nga poshtë, po do e merrnit nga më problematikat, më jetiket. Po, pra, këta kanë hapur nga fundi. E para fare do mundohesha të ndihmoja fukarenjt edhe njerëzit pa punë. E para. Këtë mendim e keni pas gjithmonë apo tani që jeni pa punë? Gjithmonë. Pse? Se mu kam bërë shumë dere, ko ishem punë. Kam ndihmu edhe nga ana financiare, edhe nga ana me bukë. Ja, unë tani aktualisht kam ikë me marrë bukë të shkolla kuqe. Pse ke shkolla kuqe? Është fondacion që jep ushqim. Që të bëjmë? Vetëm e di Ramën, të i bjene 15 kaqen, lapen, pësojnë që nuk o... Që të shofi lartësima? Jo. Që ti t'ja pushë mëshinë, po shpëtovin tokë, Allah e vëvzote. Vështirë, sa ai nuk është si puna e macës apo si puna e femrave që pinë këmbë. Më kupton? Ai po e hodhë dhe më thonë e ketë garantuar që si hapet parashuta. Tani macja thonë që kjo është në 100 metra lartësi, 99 saltër. Thonë. A kupton? Po Edi Rama sa saltër mund të bëjë? Mund të bëjë 72, 73. Gjë e parë që do ndryshojmë këtë popull që po vuan. Nëse po vuan? Nga fukarallëku, nga përgjigjëstrimet, nga madhvjedhjet, nga mashtrimet, e të tjera me radhë. Kush po i shkakton këto popullit? Dihet publikisht nga populli kush është. Kush moj? I madhi fare i gjati. Pa i vdiq moj, Enver Hoxha vdiq, sa i gjati ishte. A, te dinit ju? Kush është tjetër? Si shaj që gjatë sa ky i gjati? Nëse ju do kishit pushtetin dorë, çfarë do ndryshonit më parë, gjëja parë që do ndryshonit, cila do ishte në vendin tuaj? Kisha unë pushtetin dorë. Ka shumë gjona për ndryshu. E para fare që do ndryshonit njerë, nga do e nisnit? Nga ligjet më ta. Ligjet. Cilin parën? Të gjithë që ke këthimi i pronave, që ke të drejtat njerëzve, gjë është dhe gjë, do të këthy mrapsha, do këthysh dhe gjë, ne im diktaturë? A i shef posat e a i shef posat e qeverisë. Pse posat është e kryeministri, të shkel me kom opozitë që është e ligjshme për të kandidu për zgjedhje, a e shkel me kom në postë, nuk e di që e klomër shkak të në këtë vend. A lejuhet. Se dhe rritje e klomave nuk ka drejt. X produkt të bojë reklam për vete dhe njëkohësisht shaj
produkte dikujt tjetër. Jemi diktaturë ta. Do të ndryshu rrethsisht. Cila do ishte gjoja e parë. Spari, në dije se këtu janë 4 pushtete që janë kryesore, me sa di unë. Legislativi, po jemi bom parlament me sha njëri tjetrin. Pastaj ekzekutivi, nëse do isha mi fjalë ekzekutivit, krynte bonte tamam ligjet që nxjerr parlamenti. Pastaj do ishte drejtësia defekti më i madh. Para mi fjalë ligjet duhet jenë barabartë si pastruse, si presidenti, si karrocieri, si ministri, si deputeti. Dhe në fund fare pushteti ka që është media. Media po e bëj efektin e vet. Çfarë do ndryshonit gjëja e parë? Nuk mirë me ata punës. Supozojmë, po supozojmë. Supozojmë se në hamendje. Çfarë do ndryshonit? Asnjë gjë. Asgjë. Ne leni kështu siç është? Sigurisht. Po pse mirë është? Mirë sa është, po kështu është. Unë nuk jam... Supozojmë. Jo, unë nuk mund t'ja përgjigje tilla. S'kam se t'ja përgjigje. Çfarë kishe qef, domethënë që të ndryshonit? Nuk mund t'ja përgjigje për të. Isha mund ndryshoj. Sot në këtë gjendje, në këtë situatë nuk ndryshohet asgjë më. Po pse? Pse? S'ndryshohet. Do zhvulosur përjetësisht? Po, për mua është zhvulosur, për as jetë sa kam mua zhvulosur. Për sa do të jetë unë. Unë nuk pres më, domethënë që të ndryshohet gjë. Për mua ndryshohet. Se çdo bëhet si të vdesim, nuk e di. Çfarë do ndryshonit gjëja parë në vendin tuaj? Çfarë do ishte ajo gjë që do ndryshonit? Gjithë njerëzit të kënaqëshan drejtimin e jetesës. Kjo do ishte ajo që Anin të pinin të ngopshin sepse këtu ka njerëz që vuajnë. Mund më ka dalë mbi 10 lypsa para rrugës, e gjitha 10 e u kam dhënë me diçka, sepse më dhe gjuna. Se ndryshon jeta këtu në Tiranë me jetën në Itali. Ndryshon si nata me ditë. Nata me ditë. Si nata me ditë. Tu është pagesa shumë e vogël, atje është pagesa shumë e madhe. Unë marr 1.600 euro në muaj rrogë, këtu merr 300.000 lekë. Inshallah Zoti e Dirama arrit mban llafe që dha para ca kohësh që thot do ta bëj 500 euro. 500.000 lekë. Po 600.000 lekë. Ai ka thonë 900 euro. Atë se di unë, atë Ka thonë 900 euro, po e ka thonë në kohë fushatësh dhe në kohë zgjedhësh. Inshallah Zot e mban llafin. Po e mbajti llafin, do ngelen njerëzit të kënaqur këtu. Po njerëzit janë të këtë demokraci, për të i kanë çdo gjë e kanë të lirë, këto e kanë futëshu. Ti je libera. Për këtë është shqyqy që merë dhe kjo ditë që t'jem libe. Këto dolën diktator. Ky është bo kryeministër, kjo bo deputet, kjo bo në kryetar partije. Edhe i tjetri për ashtu dhe bëjnë fushat elektorale falso, që të majnë pushtetin, mos hyë i asaj qërë të partit e vogle dhe gjithë. Futën e Belin Kliqin, e futën do qaj, këte e thët, do qaj atë e zëtë. Pjesën e parë të rregullojmë popullin rrath parë. Asistentët t'ja bëjmë si një shtetit, që mojnë 800 euro, patëm të mojnë 400 euro asistent, paguj drita ujë, ti paguj gjitha. Kjo është e para. Pasaj, me gjonë të tjera që më rrullu rrugët e këta gjonë, edhe fshatën, të rrullojmë në fshatën, që është shumë kek fshati. Nëse ju do kishit pushtetin në dorën tuaj, çfarë do ndryshonit më parë? Gjëja e parë që do ndryshonit cila do ishte? Në vendin tuaj. Për çfarë të qanë zemër më tepër, ose për vete dhe shqiptarët? Sa më shumë tolerancë, respekt, dashuri për njëri tjetër. Krijova respekt për ty 2 minuta që folëm. Kështu që po të ketë kështu në të gjithë, do jetë toleranca, respekti, dashuria. S'ka fare lidhjet politike. Jemi shqiptarë. Çfarë do ndryshoje më parë për vendin tuaj dhe për veten tuaj? Ore të drejtë të fletë shumë, unë e shoh se jam fshatarë dhe shoh gjendjen ekonomike të gjithë vendet, duhet të punoj një të jetë për para çdo gjë, po unë po shoh. Çfarë të them unë, jashtë të them unë, çfarë të ndryshosh këtu? S'ke nga t'ja kapësh, nga t'ja nisësh. Tu është zero gande, këta flasin shumë e gjesë pa bet. Ku të veme, ku të vërtitemi, koj që të flasim. Kot. Ne kënaqemi edhe pensionet janë të ulta fare. Të punosh 40 vjetë, 50 vjetë, në baj 180.000, 120.000, 150.000, 200 leka pensionet e ullë. Këta thonë mos ikin jashtë, po ta po mos ven jashtë falimentojnë, më e ti mbajnë këtu. Po shteti duhet bëjnë tik për pjekje, po. Qarë të thotë vlaj? Kemi qef këtë të jetë si puna për para të regulojnë juaj, pa ne mbyllim karrierën, unë jam po vetë 70. Po
Po për ju të rinjë, çfarë të bëjnë? Sot je këtu, nesër je në një punë tjetër.